Shëndetin mendor e ka rrenë, Gjibani zbulon sekretin tjetër të madh të Eglit. Teksa të gjithë po flasin për shëndetin mendor të Eglit pas prononcimit të psikologës së njohur, e cila në Top Channel deklaroi se Egli nuk ka shëruar akoma nga e gjithë situata që i ndodhi, duket se kanë qenë edhe personazhe të tjerë që e kanë komentuar. Së fundmi ishte Gjibani, i cili i ftuar në një emision për të folur më shumë për diskutimet e Big Brother. Ai ka diskutuar edhe rifutjen e Eglit në shtëpi. Në lidhje me marrëdhënien e Eglit me Gjestin, Gjibani u shpreh: "Është e shkolluar, është artikuluar, i ka të gjithë të mirat. E me Eglin e vetmja gjë është që të marrë informacionin si çdo lojtar tjetër, të kthen kundër, të përflet e të gjithë këto gjëra dhe për Gjestin ndryshoi komplet 360 gradë drejtim, se ishte parimore e drejtë e barabartë. Pastaj kur erdhi Gjesti dhe i tha hajde të godasim me çfarë kemi mundësi në moral, në gjumë, Egli ndryshoi. Kjo është e gjitha mbi Eglin." Teksa i zhgënjur për të, ai është pyetur edhe nëse të gjithë këtë pasion që ka për të folur për Eglin, ndryshe nga herët e tjera, Gjibani argumentoi me përgjigjen: "Jo, nuk e kam për Eglin, nuk po flas për Eglin, absolutisht, është thjesht unë e di që Egli është në dashuri, atë të shëndetit mendor e ka rrenë, është avokati i djallit, fiks. Jo tani se po ndryshon, por me Gjestin ishte avokati i djallit." U shpreh Gjibani teksa komentoi lojën me dyshës. Ai përfundoi duke u pyetur edhe për Gjestin, teksa tha se tani më është e Gjestin me fushën e hapur, pasi lojtarët që ishin kundra tij tashmë nuk janë në atë shtëpi. Si ai edhe Veserlo, pavarësisht nga mënyra sipas tij, ishin të vetmi që i dilnin përballë Gjestit. Gjesti tani më është në pushime, përfundoi Gjibani, teksa tha se Rozana dhe Gertan, për të cilën kishte simpati brenda shtëpisë, duket se nuk janë më në luftë për çmimin e madh.